Kryeministri Mickovski nuk heq dorë nga ideja për shkarkimin e prokurorit të shtetit Ljupço Kocevskin, si dhe për ndryshime rrënjësore në sistemin gjyqësor. Ai e kishte paralajmëruar këtë disa muaj më parë, duke thënë se do të ndodh pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Megjithatë, ende nuk është e qartë se çfarë hapash konkrete do të ndërmarrë, pasi Kocevski, për të cilin kuvendi votoi mocion mosbesimi, në fund të korrikut nuk e pranoi atë. Što se odnosi do Kocevski, počekajte i ke vidite. Mickovski tha se nuk do t'i zbatojë rekomandimet e Komisionit Evropian për reformat në drejtësi, të cilat theksojnë se mungesa e pavarësisë financiare te gjyqtarët dhe prokurorët është problem serioz. Sipas tij, këto reforma nuk synojnë përmirësimin e sistemit, por rritjen e pagave të atyre që nuk kanë as pak besim nga qytetarët. Ja повикувам јавноста, нека каже, ако мисли дека треба да ги дуплираме платите на обвинителите и судиите, слободно кажете. Еве, јас ќе донирам мојата плата за обвинителите, ама нека судат барем и обвинуваат согласно закон, а не како што прават до сега. И знам дека ќе излезат сега и ќе ме нападнат и ќе ме обвинат и ќе речат Мицко е ваков, таков, онаков. Во ред, се е тоа во ред. Но не можам, едноставно моралот не ми дозволува да се согласам на зголемување на плати на луѓе кои што има никаков рейтинг. И ако е тоа клучната реформа која што треба да направиме, простете ја нема да ја направиме. Kocevski 2 ditë më parë deklaroi se vërejtjet e Komisionit Evropian janë të drejta, sepse mungojnë burimet njerëzore. Sipas tij, prokuria punon me rreth 360 të punësuar, që është vetëm 1/3 e nevojave reale, ndërkohë që Ministria e Financave nuk miraton fonde për punësimet e reja.